koleg. Shkalon në pjesën tjetër. Shkalon në pjesën tjetër të ashnar. Ha? Palmira, di po me ti marr. Ani po digën. Bashkë me kolegë nga ekzekutive dhe legislative në ditën e dytë të përvjetorit 28 të epopesë së ushtrisë shqiptare të Kosovës, erdhëm këtu në Prekaz, në këtë kryeqendër të kryengritjes shqiptare, që të bëjmë homazhe, të vendosim lule të freskëta dhe t'ja kujtojmë e përkujtojmë vetes sonë çmimin e lartë që është paguar për shtetin e pavarur dhe sovran, për çlirimin e Kosovës, për lirinë e popullit dhe të qytetarëve. Nga Baba Shaban e Nëna Zahide e deri te Blerina e vogël, 3 breza të jasharve, për 3 ditë rresht ndodheshin në një rrethim të shumëfisht e të hekurt të Serbisë pushtuese e okupatore, e cila me mira forca policore e ushtarake
me makineri të rëndë, shkrepi me mira e mira predha e plumba mbi këtë familje që është simbol i kombit tonë sot. 3 brezat jasharve, gjatë atyre 3 ditëve, u flijuan për çlirimin e vendit, për lirinë e popullit, për Republikën dhe për bashkimin tonë. Andaj familjes Jashari, ne ja kemi borxh të përjetshëm e të pashlyeshëm angazhimin e përditshëm që të ruajmë e të mbrojmë shtetin dhe të drejtat e lirit e qytetarëve pa dallim. Sot Kosova ka ushtrinë e saj, e cila natyrisht që është amanet i kryekomandantit Adem Jashari, i cili bashkë me vllaun e tij Hamzën, para se të binin heroikisht në luftë pabarabartë me forcat armike, për 7 vjet kodrave e maleve të Drenicës, e të Kosovës, e të Shqipërisë, qëndruan e vepruan e organizuan ilegalisht atë që më pastaj bëhet kryengritje gjithë popullore, bartëse së cilës ishte ushtria e lavdishme çlirimtare e Kosovës. Andaj këtë ushtri që po e avancojmë edhe për nga aftësitë, edhe për nga madhësia, e shohim gjithashtu edhe si një përmbushje të idealit të atyre luftarëve të orëve të para, të cilët teksa ndronin për çlirimin e vendit tonë, njëkohësisht punonin për ushtrinë e popullit tonë. Lavdi kryekomandantit Adem Jashari dhe familjes Jashari për sakrificën e tyre sublime, e cila është në zemër të historisë së popullit tonë, të çlirimit tonë e të shtetëndërtimit tonë demokratik. Kryeministër, a keni planin takim tek presidenti Osmani për konsultime me vendin? Sot është dita e dytë e epopesë së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në ora 1 e kemi edhe një ekspozit në hollin e kuvendit. Pastaj në ora 7 të darkës e kemi edhe akademinë përkujtimore. Për të gjitha çështjet e politikës ditore do të mund të flasim dhe t'ju përgjigjem nga Prishtina. Faleminderit.